dhe palët, të dyja do ta shesin si fitore të tyre. Por nëse nuk pranohet fare, atëherë jam I bindur që të gjithë diapozitivi ushtarak I forcës ajrore, forcës detare dhe pjesë të tjera që janë në rajon, në lindjen e mesme amerikane, nuk besoj se do të lëvizin nga rajoni paralizuar dhe marr atë çfarë ka kërkuar jo 100%, por realizimin e objektivave kryesore që kanë patur para se sa të fillonte konflikti. E qartë. Zotë Brenga, nga ana tjetër, të gjitha deklaratat që vijnë nga Teherani pra për një ekuilibër të ri në fushën e betejës kanë ngritur nga ana tjetër edhe shqetësim pavarësisht edhe negociatave të cilat do të zhvillohen. Mendoni se kemi të bëjmë tashmë me një retorikë politike e cila është e vazhdueshme pasi kemi pasur deklarata të tilla edhe në muajt e parë, apo kemi vërtet një përgatitje reale për një përplasje më të madhe mes dyja vendeve? Unë mendoj që paralelisht lëvizin të dyja, por pjesa e përplasjes së madhe besoj që do të shmangët për vetë pa mundësinë dhe kapacitetet që kanë, sepse kanë shpenzuar për mbi 50 ditë jashtëzakonisht shumë nga arsenali I tyre, përjashtuar vetëm ai bërthamor dhe në një pjesë tjetër që mund mos jetë eksperimentuar në një armatimi të veçantë, pjesa tjetër të dyja palët e kanë përdorur në maksimumin e tyre dhe ato një pjesë janë hedhur e janë harxhuar, një pjesë tjetër janë asgjësuar, flas gjithmonë nga pala e Iranit. Qofshin këto raketat balistike si fuqia goditëse më e madhe, qofshin këto dronët, qofshin shtratet e lëshimit, qofshin edhe shumë pajisje e teknologji të tjera. Dhe jam I bindur që raporti I prodhimit të industrisë ushtarake me atë që hidhet e përdoret në luftë është gjithmonë në mënyrë të drejtë. Pra, prodhimi do e kërkon kohë, përveç aspekti financiar, kurse hedhja tyre është tepër e lehtë dhe masivisht, kështu që në këtë raporte mendoj unë që rezervat e tyre në gjithë pikpamjen e arsenalit ushtarak janë shpenzuar dhe nuk janë më në nivelin që kanë qenë përpara se fillonte konflikti. Ky është një faktor ose një element më së mjaftueshëm për të menduar mirë përpara se sa të fillojë një përplasje e re apo të ndërmerren veprime goditëse nga njëra palë e reaguese nga pala tjetër. Gjithsesi, kjo është element që duhet të shikohet në të ardhmen, por unë mendoj se këta janë faktorë të mjaftueshëm, përfshi edhe shumë faktorë të tjerë të reagimeve dhe ndërkombëtare, por mbi të gjitha të Kinës që ka kërkuar për të mbajtur të hapur ngushticën e Hormuzit, I ka kërkuar Iranit dhe dihet që Kina ka ndikim jo vetëm për marrëveshjet e nënshkruara dhe për investimet që ka realizuar në Iran dhe që furnizohet me naftë, nga ajo 20% I naftë në shkallë botërore ai merr mbi 87% të saj, por edhe për shumë elemente të tjerë dhe besoj që kjo është një sinjal pozitiv dhe shpresë dhënës për sa I përket thirrjes që u bë Iranit. Amerika e ka këtë dëshirë për të ulur në bisedime dhe për të përfunduar e mbyllur këtë konflikt me një marrëveshje paqe, cila do qoftë koha që jam I bindur në një farë mënyrë që ka treguar dhe historia dhe e kaluara që do të ketë një marrëveshje me kohë të kufizuar. E qartë, Zotë Brenga, nga ana tjetër presidenti Donald Trump është shprehur optimist se I përket këtyre negociatave, por njëkohësisht ka paralajmëruar për pasojat të rënda nëse këto negociata pra këtë herë do të dështojnë. Si e lexoni këtë deklaratë, pra a shpreh kjo një paralajmërim për veprime konkrete nëse do të kemi ditën e sotme një dështim sërish të këtyre negociatave? Nuk mendoj që ka dy nga skenaret e mundshëm, me që jemi edhe në prag të përfundimit ose skadencës ose armpushimit të vendosur për 15 ditë. Së pari do të ishte edhe dëshira e kujdo që të realizosh nëpërmjet uljes së tavolinës e bisedimeve dhe të përfundohet të finalizosh me një marrëveshje. Por edhe nëse nuk arrihet kjo, minutat e fundit mund të jetë edhe pjesa tjetër e një vendimi të pritshëm të mundshëm, nga më të pranueshit do thosha, shtyria e afateve të kohore të armpushimit me 5 ditë, me 10 ditë sa mund në parashikues ishte, askush nuk kërkon që të përplaset ose të vazhdoj operacionet luftarake në këtë situatë që aktualisht ndodhen palët. Gjithsesi, nëse dikush do ta vendos në rolin e elitit për një çast veten në vendin e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, tashmë nuk është shumë komod që ai të mund të tërhiqet, por do dale me
një farë krenarie që e quan, dhe nëse dështojnë negociatat, atëherë duket sikur nuk ka rrugë tjetër nëse nuk ka një shtyre për të patur një 10 ditë, 5-10 ditë anëpushim për të parafruar qëndrimet e tyre, për të ulur përsëri në bisedime, atëherë detyrimisht që radha për fat të keq do t'i vinte vazhdimit të sulmeve dhe të kundër veprimeve nga ana e Iranit. Cilat do të ishin rreziqet për të gjithë stabilitetin regional, zoti Prenga, nëse këto tensione do të vazhdojnë dhe nëse kemi edhe një veprim ushtarak për asaj i përket edhe këtyre paralajmërimeve që vijnë nga ana e SHBA-s? Unë mendoj se vendeve respektive, në veçanti Iranit, edhe për më tepër lindjes së mesme, por edhe globit në përgjithësi, janë mëse të mjaftueshme që do dojë një kohë relativisht me vite për të rikthyer në gjendje që kishim para se të fillonte agresioni në aspektin ekonomik. Pra, mjafton edhe kaq që do të dojë vite për të rimarrë veten dhe për të kthyer në gjendjen në cilin ishim në aspektin ekonomik dhe kryesisht të goditjes së ekonomisë botërore në përgjithësi. Atëherë, po që se vazhdon edhe më tutje, atëherë detyrimisht që risku dhe rreziqet do të jenë akoma më të shtuara dhe do të jenë prezent për një kohë relativisht më të gjatë se sa mund të ishte po të ndalonte në momentin aktual që ndodhem dhe në situatën e krijuar atje. Zoti Prenga, ndërka është një analizë politiko ngre këtu edhe alarmin se konflikti me Iranin po dëmton seriozisht të gjithë ndikimin global të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sa i madh është realisht, zoti Prenga, ky dëmtim i mazh amerikan në të gjithë arenën ndërkombëtare? Mendoj se duhet ngelemi në pritje edhe për ca kohë, për të patur një konkluzion përfundimtar, por sido që të jetë, pavarësisht se palët do ta shesin edhe kur të mbyllet konflikti, të dyja do ta shesin përfitore, kam bindjen që në opinionin ndërkombëtar, si autoriteti i presidentit, ashtu dhe i Shteteve Bashkuara të Amerikës, ka psuar ose do të dalë relativisht i dëmtuar me atë që ka ishte më parë. Kush po përfiton, zoti Prenga, nga e gjithë kjo situatë, pra nga të gjithë rivalët e Amerikës? Unë mendoj që ata të cilët po përfitojnë dhe po përvijohet, si mund të themi, një arkitekturë e re, mendoj se është Rusia së pari e pavarësisht asaj prezencës dhe ndikimit pak edhe Kina. Por nga ana tjetër, zoti Prenga, i gjithë ky mandati Donald Trump duket se po shoqërohet disi edhe me një distancim të gjithë aleatëve tradicional të Amerikës. Mendoni se po humbet tashmë SHBA mbas këtyre konflikteve edhe mbështetjen e partnerëve të saj historik? Nuk besoj shumë, por mënyra se si u nis e filloi operacioni dhe u mur vendimi do të cila në vëmendjen e opinionit publik në përgjithësi, që letrën e hapur të ish presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës për 2 mandate Bill Clinton, i cili e ka përcaktuar më së sakti se cila është rruga në raport me vendimin e paraqitur dhe me ekzekutimin e këtij vendimi. Dhe që nga ky momentum do thosha që kjo i përket dhe i shkon për shtat presidentit me atë pjesën dhe modelin e leadershipit që ka, dhe këtu del ai ndryshimi i madh i leadershipit që vërtet ka 1% të vogël, po në raport me vendimin që merr, por shpesh kjo përqindje e vogël paraqet dhe bën ndryshimin e madh. Kështu që në këto kushte mendoj se ndoshta për të rikthyer pas në kohë mund të ishte ndoshta një formë disi më prezente dhe e pranueshme, duke futur edhe duke bërë pjesë të këtij agresioni edhe koalicionin ndërkombëtar. Këtu e kam fjalën për NATO-n, e cila ka qenë, vazhdon të jetë dhe shtetet e saj që e përbëjnë, sidomos të Bashkimit Evropian, në kundërshtim të hapur nëpërmjet deklarata, pa çka se kanë qenë edhe disi të rezervuar, por deklarata dhe përmbajtja e tyre kryesore ka qenë që lufta atje nuk është mision as pjesë e NATO-s. Ndërkaq, zoti Prenga, mendoni se po izolon tashmë vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës veten përmes të gjitha këtyre vendimeve që po marrin, pasi politikat ekonomike dhe tarifat e vendosura së fundmi po përmenden ndërkaq edhe si faktor të cilët po e